jemi në fillim të pjesës së dytë, profesor, e tham që do të vazhdonim edhe pak pikën e tretë, i lutem regjisë samitin e investimeve të huaja sa fituam, dhe në fakt është pikërisht ajo që ju thatë me të drejtë. Ky projekt 1.4 miliard dollar, edhe në fjalët e vet zotit Kushner në përshëndetjen e tij në video online, foli që janë shumë marka të njohura në botë që janë të interesuara, pa përmendur asnjë prej tyre, por janë vërtet marka që mund të japin ndoshta edhe një vëmendje akoma më të madhe. Ju e thatë me shumë të drejtë, profesor, googlojemi gjithnjë më shpesh. Edhe është gjë e mirë për vendin tonë se gjithnjë më shumë qytetarë nga të gjitha anët e globit janë të interesuar për këtë vend të vogël, por kaq turistik dhe kaq të rregjës. Pyetja ime ka të bëjë edhe me gjë tjetër që ka përmendur zoti Kushner. Ai foli për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës. Në gjykimin tuaj, kemi patur, kemi pritur aq gjatë. Tani po duket që shumë shpejt mund të jetë dhe operacional. Kas perlës jugut ton, Rivierës, Vlorës, a do t'jetë kjo në gjykimin tuaj të thelluar ekonomik edhe një perlë në kuptimin një ganç për të tërhequr sa më shumë investime të huaja, duke qenë një aeroport ndërkombëtar dhe që ka pistën më të gjatë flitet në Ballkan, që mund të na sjell direkt turist edhe nga përtej kontinenteve, pra ndoshta nga kontinenti amerikan. Pas një diskutim, do thonë aeroporti është një komponent dhe element thelbësor i produktit turistik, sepse në qoftë se aeroporti është në Tiranë dhe nga Tirana për shkuar në Vlorë do të duheshin 2-3 orë, tani je drejt për drejt në vend. Mos harron që turisti kur llogarit për të shkuar për pushime, llogarit edhe kohën e udhëtimit, kështu që në qoftë se ti i duhet 2 orë për të ardhur nga gjithë Europa dhe 4 orë në Tiranë dhe 4 orë nga Tirana në Vlorë, kuptoj që është një mangësi e madhe. Pra, edhe një herë për ta nënvizuar që roli i aeroportit është thelbësor për të ndihmuar në zhvillimin e turizmit për gjithë zonën e jugut në veçantë. Kështu që nga kjo pikpamje sa më shpejt që ky aeroport filloi të bëhet operativ, madje më sa lexova nga shtypi, sepse nuk është se kemi të dhëna detajuara, po nga shtypi lexuam që shumë operatorë turistik kishin planifikuar që do të sillnin fluturime charterat e tyre me supozimin që aeroporti do të ishte funksional dhe nuk e dim nëse realisht aeroporti do të jetë funksional dhe do të bëhet efektiv apo jo brenda këtij sezoni turistik. Ka që interes të madh, por interesi pa diskutim që interes të jashtëzakonshëm ka, sepse siç e tham edhe një herë, gjithë ky fluks i madh turistik që vjen në Shqipëri dhe kryesisht pjesa më e madhe që janë për zonat bregdetare, normalisht do të përdoren edhe fluturime charter, pa diskutim që do të përdorin Vlorën si zgjedhjen e aeroportit për fluturuar. Kështu që është një nga elementet më të rëndësishëm për ta fuqizuar. Duhet jemi optimistë, për jugun ton, pasin diskutim. Të paktën një për gjithë zonën e sezonit turistik, pra kur flasim për nga muaji maj deri në muajin tetor, do kemi prurje të tjera, sidomos nga kontinentet e tjera. Me flukse goxha të mëdha dhe të shtuara. Më bëri përshtypje edhe diçka tjetër dhe këtu e mbyllim të temë të tretë, profesor, me lejen tuaj sërish gjithmonë. Fakti që zoti Kushner përmendi je 60 milje larg, tha, Korfuzit, dhe je 60 milje larg jugut të Italisë. Pra e shikonte vërtet Vlorën dhe investimin në Sazan si një moment strategjik. Sazani strategjik ka qenë për herë, duke qenë një zonë e tillë strategjike, ajo është parë gjithmonë me lakmi dhe ne dim dhe nga historia që gjithmonë ka qenë e lakmuar ajo. Tani edhe në turizëm ton ishulli vetëm i virgjëri. Vetëm se dikur ishte i lakmuar për qëllime të tjera, pra për qëllime strategjike luftarake, tani është i lakmuar për qëllime turistike dhe shqyrtëzore. Ku ka më mirë për qëllime civile. Dhe ne shpresojmë që të kemi lakmi të tilla, pra që të mësojmë më shumë ose të mësojmë më shumë investimeve se sa armatimeve, sepse po hym në një kohë kur paret po shkojnë tani drejt armatimeve dhe kështu që le të kthehemi ne tek investimet. Unë mendoj që është një gjë shumë pozitive dhe mendoj absolutisht edhe një herë që e nderon realisht gjithë Shqipërinë, besoj, sepse fakti që kjo do të jetë një me parametrat më të mira edhe në kuptimin e mbrojtjes mjedisore, ekologjike, shumë e radhë. E theksoi shumë edhe zoti Kushner. Edhe projekti duke qartë inxhinierin më të mirë në Evropë për mbrojtjen e mjedisit. Duke qartë, edhe kjo do të jetë një element atraksioni, sepse kjo do të jetë edhe do të përdoret si një nga elementet e rëndësishme të promovimit të tij. Pra fakti që është i qëndrueshëm, pra që respekton mjedisin e kështu me radhë. Por siç e thash edhe një herë, duke qenë se është në një pozicion të tillë strategjik dhe me një investim shumë modern, mendoj që kjo do të jetë
pikë e rëndësishme për të thithur, siç thamë edhe një herë, ato investitorët e rëndësishëm të mëdhej, por edhe turistët që shpenzojnë shumë të mëdha dhe që shpresojmë që edhe ekonomia jonë të përfitojë për tyre. Faleminderit vërtet për këto fjalë se na bën optimist për të ardhmen dhe ju e dini optimizmi ka rëndësi në nivel të ekonomisë dhe shpenzimeve. Po kalojmë me lejen tuaj në pikën e 4 që kemi zgjedhur në temën e 4, i lutem regjis, kufizimi i kredisë hipotekore nga Banka Jonë Qendrore, Banka e Shqipërisë, sa na mbron. Më 21 maj, pra pak ditë përpara pikërisht brenda kësaj jave, u publikuan në fletorin zyrtare vendimi i Bankës së Shqipërisë për të kufizuar kredin huamarrjen bankare për blerje banese nga qytetarët dhe bizneset. Për banesat nuk ka më kredi pa limit, si nga qytetarët dhe nga sipërmarrësit. Janë rreth 4 miliard euro profesor kredi të dhëna me kolateral pronat patundshme, kryesisht banesa. Gjysma e tyre pak a shumë u takojnë qytetarëve, gjysma tjetër sipërmarrjes biznesi. Me vërtet. Në gjykimin tuaj, me këtë vendim mbrojnë më shumë qytetarët apo bankat? Shiko, në një stok total të kredisë me gati 8 miliard, gjysma e tyre shkon për sektorin e pasurive të palujshme, kuptoj që kjo është një ekspozim disproporcional, shumë i madh i sistemit ton financiar, në këtë rast sistemit bankar, në raport me pasuritë e palujshme. Ne dim gjithë nga historia e ekonomisë, fatkeqësisht historitë e krizave që nga vitet 80 në vendet skandinave, në vitet 90 në Japoni, në vitet 2000 në Shtetet e Bashkuara, në Europë, që tregu i pasurive të palujshme është një treg mjaft i rrezikshëm, për arsye se vlera e asetit që shtëpia, tregu i pasurive të palujshme, pra rezidencial, çmimet e tyre kanë rritje disproporcionale mjaft fortë. Kështu që rritja e kredisë në këtë sektor nënkupton që për shkak se vlera e kolateralit është inflatuar, pra ka një vlerë më të lartë se sa është ajo realja, dhe këtë të gjithë e dim. Atëherë i bie që në rast se çmimet do të bien, atëherë bankat do dalin zbuluar nga pikpamja e nevojës për të mbrojtur me vlerën e plot kolateralit, se rregullat e mbikëqyrjes kërkojnë, fjala vjen që kolaterali të jetë 1.5 herë më i lartë se vlera e kredisë. Nëse çmimi i pasurisë palujshme bie, ky 1.5 llogaritet me çmimin e sotëm. Po nëse çmimi i sotëm bie përgjysmohet, atëherë i bie që banka nuk do të respektojnë dot kriteret e mbikëqyrjes dhe do të kërkojë që qytetari të rivendos vlerën e tij kolaterale duke shtuar vlerën e kolateralit, ose bankat do të vijen në vështirësi serioze për të rritur kapitalin. Kështu që kjo ka qenë arsyeja kryesore që i gjithë sistemi financiar në botë, që nga koha e ndodhjes këtyre krizave, është shumë e kujdesshme në raport me ekspozimin ndaj një tregu që është vulnerabël ndaj ndryshimit të çmimit, pra është i brisht ndaj goditjeve të çmimit, dhe për pasojë është një këshill që prej kohësh i është dhënë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, por në fakt edhe ne këtu edhe në studio bashkë kemi diskutuar dhe herë të tjera që kjo duhet ishte bërë edhe më herët në gjykimin tim, në mënyrë që si thua bankat të mos jenë kaq dorë çliruar në raport me, domethënë kushdo, edhe pa kolateral apo edhe pa e llogarit fare sa janë të ardhurat e tyre, apo duke mbuluar 100% vlerës së banesës. Të gjitha këto standarde janë standarde që i përshtaten sistemit amerikan para se ndodhte kriza e vitit 2007-2008. Kështu që bota i ka ndryshuar edhe një rregullat i ka bërë më të forta dhe mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme që banka qendrore të jetë shumë më e vëmendshme në raport me ekspozimin e sistemit ton ndaj këtij tregu. Thatë shumë mirë vërtet që kemi më në fund një ndërhyrje të tillë për të mos patur më kredi pa limite në nivel të sistemit ton të real estate-it, pra të aseteve, pronave të patundshme. Në vendimin e Bankës Qendrore thuhet se asnjë bankë tregtare nuk do të jap kredi për qytetarët që duan të blejnë shtëpinë e parë më shumë se 80%, kur kjo kredi është në lekë, dhe 75% për kredi në valutë, madje edhe ka shpjeguar pse është kjo diferencë për shkak të mbrojtjes edhe nga luati që mund të ketë kursi i këmbimit. Pastaj kjo përqindje ulet akoma dhe më shumë për kredin për shtëpinë e dytë. Komenti juaj. Është shumë e drejtë dhe shumë e saktë. Normalisht gjithmonë historikisht rregullat e bankave kështu kanë qenë,
kur banka nuk jep 100% të vlerës së një investimi, edhe të një investimi privat normalisht duhet që dikush të ketë paktën 10% të investimit me mjetet e veta, sepse për ndryshe i bie nuk vë lëkurën tonë dhe në loj, po vë lëkurën e të tjerëve në loj, pra, sepse paret e bankës janë paret e qytetarëve, kështu që duhet që ai që do të investoj një pjesë të kapitalit duhet ta ketë me kapitalin e tij personal. Kështu që edhe në rastin e banesave, gjithmonë rregullat, siç e thash edhe një herë, sistemi bankar kështu ka funksionuar historikisht. Normalisht down payment, si i thon, ose pagesa që duhet bëj qytetari, normalisht ka qenë edhe deri në 30%. Pra duhet që qytetari që do blinte banesën të kishte 30% vlerës dhe banka financonte 70%, dhe këto gradualisht pastaj filloi ai bankingu i lirë, ku bankat u lanë të lira në etjen për të ndërmjetësuar para, u treguan gjithë agresiv, edhe jo vetëm që shkuan tek 100% financimit, por as dhe nuk pyesnin nëse ke të ardhur apo janë këto kredite e famshme që një ninja. Kredit ninja se jam no income, no job, no asset. Pra nuk e as të ardhur, as asete, as punë. Kredi në ajër praktikisht. Pra merr pas një garanci që të mund ta bësh. Duke kaluar në rrugë, mund shkosh në bankë të marrësh një kredi edhe të bëhesh me një vil, për shembull. Këto janë gjëra absurde. Kështu që është normale që bankat duhet të, në gjykimin tim, është shumë e mirë, madje për shtëpinë e parë është normale që të jetë 85%, për shtëpinë e dytë madje unë do thoya që do të jetë shumë më fort kriteri, akoma edhe më vogël, se për arsye se ai është një element për investim, dhe gjithkush që blen një shtëpi të dytë duhet normalisht të kursejë nga parat e veta. Përndryshe ne krijojmë një shoqëri që rendet drejt luksit të pamerituar, sepse zhytemi të gjithë në stok borxhi, në kredi, dhe fillojmë ndërtojmë një stil jete që nuk përshtatet realisht me të ardhurat dhe me këllqet që ka gjithë secili në familjen e vet apo si ekonomi dhe si shoqëri. Ky lloj modeli sjellje e ka bërë botën sot që është shumë e brisht ndaj ndryshimeve dhe ndaj kredis. Jetojmë sot në një botë ku jetojmë 3 herë më shumë për të mundësive tona. Pra kemi një stok borxhi 300% të nivelet të ardhurat tona, gjë që është absurde, pra, kështu që duhet ta ndryshojmë paksa sjelljen, dhe këto lloj rregullash përpiqen pikërisht të bëjnë. Rregulloria e Bankës së Shqipërisë ka edhe një tjetër kusht, profesor, por huan e marr në lek, kësi kredis nuk duhet jetë më shumë se 40% e vlerës së të ardhurave që ka qytetari, dhe lidhet pikërisht me atë që juve po thonë. Pra që kredia të zbresi me këmbë në tokë dhe të jetë e mundur të rikthehet në kohë nga qytetari. Patjetër, nuk ka rëndësi shpesh vlera e kredis, vlera e kolateralit, sepse kolaterali është një gjë i cili nesër ndoshta nuk mund të jetë edhe pa vlerë fare. E rëndësishme është në marrëdhënien, banka nuk ka interes të bëhet pronare shtëpish. Banka ka interes që të jap një kredi që shlyhet. Dhe ato e ka vetëm si rrezik të fundit, që mund ta marrë ta shtin në dorë dhe ta shes. Por marrëdhënia e biznesit të vërtetë, një banka nuk është në tregun e pasurisë paluajtshme, që të marr ndërtesa dhe të shes ndërtesa. Nuk ka që duan. Kështu që në këtë kuptim, pra, banka interesohet kur analizon nëse ja vlen për ta dhënë një kredi apo jo, shikon kapacitetin që ka qytetari për të shlyer kredin. Dhe normalisht, nëse ti merr një kredi për bler një vil, ke të ardhura 1000 euro dhe kosti i kredit është 1200 euro, do të ishte absurd. Kështu që është normale që kosti i kredis nuk duhet të zërë një shumë aq të madhe sa që të kufizoj familjen për plotësuar nevojat e veta të jetesës, dhe që përpasoj pastaj i krijon bindjen bankës që personi apo familja ka mundësi financiare për shlyer kredin me të ardhurat që ai krijon gjatë muajit apo gjatë vitit. Në gjykimin tuaj, dhe i kërkojmë ndjes qytetarëve se po futemi pak më shumë në arsyetimin e sjelljes së aktorëve të shumtë në ekonominë tonë, që është shumë e vështirë jo vetëm për ekonominë tonë. A pritet të ketë ndikim në treg kjo masë e Bankës së Shqipërisë, sidomos në frenimin e rritjes së çmimit të banesave në kryeqytet apo në bregdet, sepse kemi parë që shqetësimi kryesor ishte pikërisht ky çmim, mund ta quajmë edhe galopant, profesor, që rritet në pak vitet e fundit gati me herë. E drejtë, pa diskutim që në gjykimin tim për sa kohë që një pjesë e rëndësishme e tregut pasurisë paluajtshme është financuar përmes stokut kredis, pra dhe zgjerimit kredis në ekonomi, pa diskutim që kjo ka qenë një nga faktorët shpjegues për te faktorëve të informalitetit, siç e dimë, të parave që gjenden kështu rastësisht në për çanta apo valize, po për pjesën më të madhe që vjen nëpërmjet sektorit formal të ekonomisë, pa diskutim që frenimi i kredis
do të ndikojë në një riformatim të sjelljes të qytetarëve apo të biznesit për pasurinë e paluajtshme. Kështu që një nga efektet e saj do të jetë ngadalësimi i kredisë në ekonomi në përgjithësi dhe ngadalësimi i kredisë në veçanti për këtë treg. Mos harrojmë që siç e tham, pjesa më e madhe e kredisë në ekonomi, 50% gati është në tregun e pasurisë paluajtshme dhe gjithë pjesa tjetër shkon për të gjithë sektorët e tjerë të ekonomisë. Dhe meqense oportunitetet në sektorët e tjerë janë më të pakta, atëherë i bie që dhe kredia në përgjithësi do të rritet shumë ngadalë. Kështu që kjo do të jetë një faktor që do ta kufizojë në një far kuptimi edhe rritjen e ekonomisë, sepse ekonomia ka nevojë për të financuar më shumë, por sakohë që ky financim shkon për të investuar në një treg që është me inflacion të lartë, për shkak të inflacionit të çmimeve, atëherë impakti ekonomik i saj nuk e gjykoj që është realisht pozitiv. Është shumë pozitive që kredia të rritet në mënyrë qëndrueshme dhe të shëndetshme për të mos prodhuar flluzka dhe për të mos prodhuar pasoja negative të mundshme. Në fakt juve e datë edhe pothuajse përgjigjen, po prap nëse më lejoni ta bëj këtë pyetje për këtë temë shumë të rëndësishme. Ju e thatë që frenimi pikërisht në sektorin e real estate, pra të pasurive të patundshme, kryesisht banesave, mund të sjellë që ai vullneti i bankave ose ajo gjendje e parave që duhet të jepen kredi të kalojnë ke sektorë të tjerë që janë shumë të rëndësishëm në nivel të vlerës së shtuar në ekonomi. E shikoni këtë një mundësi që ky frenimi këtushëm të mund të sjellë orientim përse jo për kreditin bujqësor që kemi folur aq herë. Pa diskutim, por problemi i sistemit tonë bankar nuk ka qenë mungesa e likuiditetit dhe fakti që vështirësitë e likuiditetit kanë bërë që kredia të frenojë sektorët e tjerë dhe të çojë. Ska ndodhur kjo tek ne. Nuk është ky problemi. Sistemi jon bankar ka shumë likuiditet. Problemi kryesor i sistemit bankar është që nga ana e kërkesës ka probleme. Pra, bankat kanë probleme me idetë e reja të biznesit, me sipërmarrësit, me njerëzit që duan realisht të bëjnë diçka. Dhe jo vetëm thjesht të marrë një kredi të bëjë një shtëpi apo të blej një banesë për biznes, dikush bën një kafe, dikush blej një shtëpi dhe pra janë oportunitetet e biznesit faktori frenues për bankat. Kjo është arsyeja dhe që unë gjykoj që frenimi i kërkesës për kredi shumë pak gjasa ka që të riorientoj kredi në sektorët e tjerë. Përkundrazi unë shikoj që duke u bërë dhe më e kufizuar kredia sidomos në euro, unë shikoj që kapitalet që bankat kanë në euro, gati 60% e stokut depozitave vazhdon që të jetë në euro, unë shikoj që do të shkoj përsëri drejt investime jashtë vendit, kryesisht qoftë në investimet në tregjet financiare në Europë, kryesisht apo edhe në Shtetet e Bashkuara, në bono thesari apo në instrumente të tjera të tregje financiare. Dhe për pasojë pra sepse bankat e kanë ky nuk është lajm i mirë, ky nuk është lajm i mirë, por ky është efekti i pashmangshëm që sjell politika e deeuroizimit, e kufizimit të mundësive që ka sistemi bankar për të ndërmjetësuar euron në ekonominë shqiptare. Sepse nëse bankat kanë në depozita kanë euro, pra në pasivet e veta kanë euro dhe në asete kanë lek, atëherë dhe nuk e ndërmjetësojnë dot, sepse Banka e Shqipërisë e bën shumë të kushtueshme për bankat ndërmjetësimin e euros në ekonomi, atëherë bankat për këtë pasiv, pra për këtë detyrim paguajnë interes, sepse depozitat janë me interes, pra këtu ka një shpenzim dhe këtu nuk ka asnjë të ardhur. Kështu që kjo është arsyeja që bankat janë detyruara që për këtë para që ata paguajnë lek, duhet ta investojnë diku që edhe banka të fitojë lek, në mënyrë që të mos jetë një biznes me humbje, është normale. Me shumë sinqeritet ju a them profesor, dhe prandaj po e bëj këtë pyetje të fundit për këtë temë të parafundit që kemi sonte, çiftet e ri. Aty në zonën ku banoj është një djalë i ri që më pyeti, duke ditur që merren dhe me ekonominë dhe më tha, "Ore, mos u dogja unë se 85% kuptohet që u përpoqja ta ti them që jo, kredin për shtëpi që ti ndëron, je i fejuar, as që diskutohet që s'ka asnjë si thua kusht ose frenim real të ëndrrës tënde." Po nuk dua t'ja bëj dhe juve pyetjen. Pra, ky 85% si për kredin në lek, për shembull, se 75% për gjithnjë shtëpinë e parë. Do të frenoj disi edhe ëndrat e çifteve të reja e të rive tanë, apo nuk do ketë ndonjë rezultat në çfarë ata planifikojnë për ta marrë një shtëpi të ëndrës përmes kredisë bankare? Normalisht sjellja e bankave është e ndryshme nga sjellja e politikave publike. Para njëherë që bankat kanë disiplinën e tregut, kanë rregullat e mbikëqyrjes në çdo vend të botës, sepse
për vendin është shumë i rëndësishëm stabiliteti i sistemit financiar. Mos harrojmë që në Shtetet e Bashkuara kur ndodhi kriza financiare dhe njerëzit kishin marrë vila, nga vilë me një pishinë, shit atë merr vilë me 2 pishina dhe në fund përfunduan në një të pastre jashtë dhe pjesa më e madhe e stokut banesa e përfundoi në listat e shitjes të bankave. Pra, ne nuk mund të ndërtojmë një ekonomi të qëndrueshme apo një treg të qëndrueshëm me këtë lloj sjellje. Sa i takon pastaj këtyre grupeve, atë ka politika publike, pra janë bashkitë për çiftet e reja, janë ato programet elektorale që kemi dëgjuar që thonë që gjithë do të japin kredi edhe për çiftet e reja etj. Por normalisht duhet ketë politika publike për të mbështetur këto çiftet e reja realisht, të cilët fjala vjen një pjesë të kolateralit ose një pjesë të kredis, fjala vjen atë 15% apo 20%, 25%, atë kanë mundësinë që të marrin një mbështetje financiare, duhet marrin mbështetje financiare nga të tjerët ose nga prindrit pastaj, sepse ne edhe në Shqipëri zgjidhja e parë është pikërisht ndjenja e prindërve. Ne kemi këtë kapitalin social, akoma vazhdojmë ta ruajmë. Për me lejen tuaj po kalojmë në pikën e fundit, jo për nga rëndësia, gjithnjë e theksojmë dhe pikërisht tarifat Trump 30% mbi Kinën, arti i marrëveshjes, e kemi bërë si pikë pyetje, kemi shumë pak kohë, por besoj do t'i arrimi, dashur profesor, 3-4 minuta, dhe pikërisht pak ditë më parë administrata Trump njoftoi uljen e tarifave doganore gati 5 herë me atë se ç'kishte deklaruar 145% mbi marrat kineze dhe praktikisht 5 herë më pak, ndërkohë që edhe vetë administrata kineze njoftoi vendosjen e tarife vetëm 10% mbi madhrat amerikane që ajo do të sillte. Dhe do donim realisht komentin tuaj çfarë po ndodh profesor, sepse kemi folur edhe në këtë tryez shumë herë lidhur me betejë tarifore, luftën e hapur. E drejtë. Fakti është që është i papredikueshëm realiteti, kjo ulje e përkohshme, quhet e përkohshme, sepse normalisht ka një periudhë 3 mujore gjatë cilës duhet negociohet në marrëveshjen finale, pra është taktikat e negocimit që përdor Trumpi, një lloj si për real estate-in, i përdor edhe në këtë rast, pra taktika që e ulemi për të rinegociuar, sepse marrëveshja finale duhet përfshi shumë më tepër sa tarifat, duhet përfshi edhe volume shkëmbimesh, tërheqje e mallrash, blerje e mallrash nga Kina e kështu me radhë. Fakti është që edhe Europa është një dilemë serioze. Kjo me Kinën në një farë kuptimi tregu e përshëndeti dhe u duk me njëherë që u relaksuan të gjithë, por tensioni vazhdon që të mbetet sepse siç e tham edhe një herë, është krejt i paparashikueshëm sjellja se çfarë do ndodh në të vërtetë pas përfundimit të këtij afati. E vërteta është që edhe në vitet 2018-2019 ka patur marrëveshje midis qeverisë kineze dhe Shtetet e Bashkuara. Administrata numër 1 Trump. Eksakt. Edhe në fakti është që ato marrëveshje lihen gjithmonë paksa evazive dhe asnjëherë nuk janë përmbushur, kështu që këtë radhë do të shikojmë se si do të shkojë çështja. Problemi për ne është më shumë Europa, sepse edhe Europa në korrik përfundon ajo ngrirja që bëri Trumpi për tarifën e famshme, pra kjo ngriva shkriva do të shkri në korrik, do shkri në korrik dhe ne nuk e dim se çfarë do ndodh. Sepse Europa ka probleme edhe më serioze, se Europa ka 27 zëra që duhet dakordsohen, ndryshe nga Kina që ka 1 zë, kështu që do të jetë shumë e vështirë edhe për shkak të diversitetit që kanë ekonomitë europiane që të ndërtojnë një paket kundër masash ndaj propozimeve që do ketë nga administrata Trump etj. Pra, është një betejë akoma shumë fluide dhe shumë e pasigurt se çfarë pritet ndodh. Ndoshta korriku do të jetë muaj ku ne do të mësojmë ndoshta më shumë për se çfarë pritet ndodh. Pyetja e fundit vërtet e kësaj teme të fundit profesor, a nënkupton kjo ulje 5 herë pra më gati që kemi cekur fundin e përdorimit tarifave doganore të larta si politika tregtare? Tarifat doganore s'do të jenë asnjëherë instrumentet politikës tregtare, sepse tarifat doganore gjithmonë janë treguar që kanë efekt negativ mbi çmimet. Ne këtë e kemi mësuar që nga viti 1776, këtë lloj leksioni që nga koha kur Adam Smithit na e tregoi se si zhvillohen kombet, kështu që normalisht tarifat nuk janë instrumente, sidomos të kohëve moderne,
të gjithë bëjnë politika industriale, Shtetet e Bashkuara bëjnë politika industriale, akti i mikrochipeve për shembull është një karakteristikë tipike e një akti të politika industriale, kështu që tarifat nuk janë elementi kryesor, duhet shkuar tek mbështetjet për biznesin, tek instrumentet e tjera, sepse tarifa ndikon tek çmimi. Po ndikoj tek çmimi, ne kemi prishur sinjalin më të rëndësishëm që njohim në ekonominë e tregut, që është alokimi i burimeve niset gjithmonë nga çmimi. Profesor, ju faleminderit që ishit me neve sonte në Bullet Point. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimin e ardhshëm.